konkursi do të na vënë përsëri në pozitë vështirë për të përzgjedhur projektin më të mirë, sepse janë të gjitha skuadra me talente të jashtëzakonshme dhe me kapacitete të provuara në shumë vende tjera. Janë skuadra një pjesë e cilave punon aktualisht edhe në Shqipëri dhe ne jemi shumë krenar për këtë, por kam besim që me hirinë ndërkombëtare që kemi krijuar edhe këtë herë, do t'ja dalim që të bëjmë një gjykim ashtu si duhet. Nuk dua të humbas më tej kohën e konkursit, dua të shpreh njëkohësisht kënaqësinë që në sallë shoh disa nga protagonistët e mëdhenj të kohës kur Pallati i Sportit ngëlonte nga kompeticioni, nga shpirti i garës, nga tifozët, dhe kam shumë besim që me këtë projekt do t'i rikthejmë ata, po do t'i rikthejmë edhe pikërisht atë frymë dhe atë energji të pazëvendësueshme të hapësirës së Aslan Rusit, ku jam shpresplot se gjithë lëvizja e re sportive që kemi krijuar në të gjitha shkollat dhe që po rritet vit pas viti me pjesëmarrjen e mbi 12.000 fëmijëve, vajzave dhe djemve nën kujdesin e Komitetit Olimpik Shqiptar, do të furnizoj këtë pallat sporti me prurje të reja dhe me talente dhe yje të reja. Nga ana tjetër, Shqipëria sot është në kohën kur synon shumë lart edhe në aspektin e pjesëmarrjes në kompeticione ndërkombëtare. Zhvillimi i finales Conference Ligës në futboll ishte një kulminacion i një larmie aktivitetesh ndërkombëtare që zhvillohen në Shqipëri, dhe synimi për të luajtur në Shqipëri finalet e kupës së kampionëve të Europës apo të Superkupës Europiane edhe në basketbol apo në volejbol nuk është i paarritshëm, dhe ndërkohë që ne kemi pas kontakte me federatat ndërkombëtare dhe janë interesuar edhe për kapacitetet, ky projekt, ky pallat sporti që shpresoj që ta realizojmë në një kohë të arsyeshme, do të na jap mundësinë që të kemi një kandidaturë shumë besueshme të Shqipërisë për të pasur këtu edhe finale apo ndeshje të atyre niveleve më të larta europiane. Shumë faleminderit edhe një herë, faleminderit finalistëve për besimin, faleminderit për angazhimin, për projektet e tyre, faleminderit për kontributet e paçmuara që japin këtu në Tiranë dhe në Shqipëri me angazhimin e tyre, dhe faleminderit edhe miqve dhe të ftuarve të tjerë që janë të pranishëm sot në këtë garë që jam i bindur do të jetë tërheqëse dhe emocionuese. Faleminderit shumë. Të mohosh genocidin serb në Kosovë